Edi Rama dje, apo sot, më duket sot, është hallë në sulm me atë natyrën e tij përtallëse ndaj kushdo që ka thonë që rruga që është shem, edhe tunel ura që është shem, janë fenomene natyrore dhe kjo ka ndodhur dhe në Siçili, më duket ka thonë ai. Në Itali që është vend po aq me korrupsione, ka pas korrupsione me këto të nderat. Jo sa ka Shqipëria deri në kryeministri, po ka pas. Por ka thonë që edhe në Portugali, edhe në Itali, rrugët janë shem. Edhe është hedh pastaj që gazetet atje, kundërshtarët atje, nuk kanë e qunë të nxerët e që unë s'kam respekt vetë për median, ashtu sikur se nuk ka respekt fare Ram, ashtu atë unë s'kam respekt fare për median në Shqipëri. Por megjithatë duhet jemi të kujdesshëm. Ai ka thonë këto të nxerët e medias atje, edhe kundërshtarët, nuk janë ngrit më të madhe për korrupsion. Edhe me që ata kanë harru si habitet ai gjaja me të përtalljen prej idiotis. Ai është si zgjeba, si zgjeba hec, si zgjeba kruhet, si zgjeba flet në vend. Në botë nuk mund t'ja heq hakun. Nuk ka fol keq asnjëherë. Me djallëzi apo pa djallëzi, me hipokrizi apo pa hipokrizi, unë flas ata që shoh, jo ata që spekuloj. Në botë, edhe në organizatën e Kombëve të Bashkuara, kur i përgjigj flag për flagat i Lavarovit, edhe në krahun që majtim Ukrainën, edhe pse Ukraina akoma se ka njohur Kosovën, ashtu se njeh edhe Rusia, kudo që ka qenë në arenën ndërkombëtare, më shumë jam krenuar me ata se sa më ka ardhur zor, i thon, kur shef një person për shembull nga zona jote, nga vendi jot, që të përfaqëson ty edhe përfaqësohet keq, më vjen zor, i thon, ndihem keq, nuk më ka ardhur zor asnjëherë. Mund të isha me çdo lloj personi që sa shqiptar të shoh në video dhe ndihem krenar. Ndihem krenar. Ka pas arab që ndje krenar me ta, ka pas qifut që ndje krenar me ta, janë parindimor, me laf po t'i kem për balën ndjem krenar, por kur vjen në Shqipëri, kur flet para botës son, më vjen turp nga vetja, që kombin, shtetin, vëllezërit e motrët e mi, me bindje të majtë e socialistët, e majnë këtë vemje, këtë zgjebe. Po e di që e majnë, si tha prej natë si me vjere flej, me mullëgjin prej natë të Berishës, se do të ketë bodha i ca gjana, do të ketë shkelën kallot gjithë socialistëve, gjithë komunistëve, po ti mërderi nonën ke qenë komunist vetë, thamë Sali Berishës. Nuk mund i fusësh gjithë komunistët në i të nxera thjesht se ndoshta nuk u bashkun PD-s. Jo të gjithë kanë qenë kriminal. Dënohet ai sistem pa pa rezerva. Ashtu sikurse çdo gjë e mirë që ka pas ai sistem duhet të mos hidhet poshtë. Por të dënohet ai diktaturë, por ku e kisha fjalën do të ketë bo ky Berisha ca gabime me të majtët në tërsi, që e marrë një zgjebe, një mut në mbi krye me zor, vetëm nga frika se mund të vinë djathët. Për këtë e marrin, se shif kriminali ka dalë dje apo sot, edhe është hedhur në sulm kundër atyre që e kritikojnë. Nuk ka vend botës një kryeministër apo ministër i një kabineti, një qeverie, kur dyshohet se ka paguajt me fondet e qeverisë, ka paguajt këto kompanit private
që kanë marrë të nderët, që kanë hap një rrugë, që kanë hap një tunel, I ka paguajt me pare. Edhe mundet, askush nuk e ditë sigurt, mundet që të mos jetë rreshja është vetëm sebebi. Problemet janë se toka është e lëvizshme dhe nuk janë boste dimët e dora. Se zhavori mund të jetë marrë në ujë, në mënyra abuzuese. Se lekët janë fshe, janë vjell, por nuk është problemi se I kanë vjell ata. Për arsye se qeveria, në momentin që dyshohet, edhe po të mos dyshohet, ngre me njëherë një komision hetues, të hetoj pse ndodhi kjo. A është vërtet shiu, apo ai ishte dhe priste shiun se s'kishte çajre, nuk kishte rrugë tjetër do binte, për arsye se nuk janë bo ato, që quhen ato bazamentet, fortifikimet e duhura, ose është gry, shtrati I lumit, zhavori që ka majt për shekuj, edhe ka rëshqit. Pra çfarë ndodh? Çdo kryeministër, merreni fare thjesht ju, vëllezër e motra. Ju keni marrë një kompani ndërtimi, keni marrë një usta, me bo një shtëpi. Ja keni paguajt lekët, ju s'merreni me llaçin. Ju se boni llaçin, nuk e dini sa çemente, sa gëlqere do hidhet llaçit që t'jeti fort, ta maj tullën. Ju nuk e dini ose çfarë cilësia është çemente e skadume, si këto ilaçet e skadume dhe ushqimet e skadume që fusin në Shqipëri, këto matrapazet, edhe I ndrojnë etiketet dhe I shesin në farmaci. A ka qenë çemente e skadume? Por ti e ke marrë ustajin me të bërë shtëpinë. Edhe shtëpia plasi. Ciao. Natyrisht do jepet një shkak. E them që një personat janë kodër ka shpërthy një shkam me nxirr gur nxirren në nga kruja, edhe është qa, shtëpitë të tjera nuk është qa, joti është qa, për arsye se me një dridhet vogël, qahet muri se s'ka llaçin në dorë, është bo puna shkeleshkosh, malli cilësisë dobët, ose si është hull qement të fare, edhe ai të thot ty, u qa nga dinamiti, kështu bën Edi Rama. Edhe zoti I shtëpis të hudhet në mbrojtje kundër njerëzve të shtëpis që është qa nga dinamiti. Tjerët nuk janë qa. I zoti I shtëpis që ka paguajt paret. Kështu është Edi Rama. Kështu është ky klyshkurve. Se unë nuk kam asgjë me Edi Ramën, se s'mbledh asgjë as me Sali Berishën. Veç se unë du që vendi im të ketë një qeveri të pastër, mos ketë hajdut e dhemje zgjebe më krye si që ka këta Edi Ramën, edhe duke sikur boj argatin e Sali Berishës kur shaj Edin, ashtu sikur se duke sa her shaj Salen, sikur përpunoj për intereset e Ramës. Jo vlezër e motra, mu nuk më ruhet trapi për Edin, apo për Salen, për më dhem shpirti për Shqipërinë dhe du një qeveri të pastër për shqiptarët. Janë të të majtë, po janë të djathtë, janë shqiptarët e mi. Bindjet e tyre s'mund t'i as kryoj, as të ndryshoj, as t'i influencoj unë. Mu më dhem shpirti që kësh këmp, që ka vujt kaq shumë nga armiqtë të jashtëm të vujë edhe më shumë nga ata që manë, si thone, kaleqaf kur I me kështu, këto klysh, këto zgjebe. Se Edi Rama duhet ishte I pari që duhet kishte kërku me ngulm të ngrinte një komision shtetëror dhe me njerëz ekspert të pamshëm, me pane se ka këtu abuzime njerëzore në lumin, me zhavorin, ka këtu abuzime me fondet, me të nderet që nuk janë shpenzu leket edhe janë vjell. A ka këtu anashkalime që s'janë bos të dimet e mirë filtët të tokës nëse e manë këta rruga në Portugali, a shem. Rrugët në Kalifornia janë shem. Por nuk është I madhe I vogël që ka gjithë qeverin të përfshimën korupcion si Shqipëria. Edhe unë të jeni sigurt nuk mund të imagjinoj kur presidentin e Amerikës Trump
që ti ketë pagujt fondet, kontratën një kompanie private dhe dalë të mbrojë atje që janë shkaqe natyrore, në vend që të kërkoj me ngull me i herë. Kjo të regon vetëm një gjë, që Hajduti nuk është kompanie private, por është Edi Rama. Këtë të regon gjithë gjesët e këti të poshtri, këti zgjibe, këti dhemje se ky ka pagujt parat e shtetit. Ky duhet bërtasi pari në parlament. Ky duhet bërtasi pari në kabinet. Ky duhet bërtasi pari në dyrët e gjykatës, që të hetohen këto kompani, të arrestohen me herë, të hiqen pasaportë dhe dohet bëhet hetimi për krime ndaj kombit, që vjedhin parat e kombit, parat e shtetit, abuzojnë me parat e shtetit, qoftë dhe me gryrin e zhavorit, edhe krijojnë këto, se pati nuk i dhimbset, se mbojnë nxjerrin fonde të reja, tash më ndru rrugën, dalin kontrate të reja që ndajnë pra paret. Kjo nuk don rocket science mind, se thonë mendje në një shkencëtar i raketës. Nuk don kjo për të vërtetu që kur del kryeministri edhe mbron kompanitë private në vend që të bërtasin me të mëdhe, që të ngrihen hetimet me një herë dhe kushdo që ka marrë parat e shtetit tim, edhe ka vjedhën qoftë se mund të dali për mrekulli, mund të dali mos gjitha inspektimeve, hetimeve që ka qenë me gjitha natyrore, por në një vend përfshim, në korupcionin e kësaj shkallës si në Shqipëri, një kryeministër që ka pagujt parat e shtetit kompanive private, nuk mund të bëjë avokatin e kompanive private, mor të qivë deri nolën, bon avokatin e pareve të shtetit, që kanë morë kompanit private, që kanë vjedh kompanit private. Vetëm qofse këto pare kanë arë prapë të ti më shkërdhat. Turp, dele dhe vërtet, kjo ndodhe në Portugali. Edhe si kur të vije i madh i vogël të thot ty, kjo ndodhe në Portugali, ti thush nuk më intereson se ku ndodh, unë do të bëj hetimet e pareve të shtetit tim, që kam pagujt bëhet rruga, pse shemet rruga, me 2-3 vjetë që është bo, ku janë shkaqet e vërteta, Sami Gjoka ju përshtet.